Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hitaj, ka shpërndar një telegram urgjent në të gjitha drejtoritë vendore dhe komisariatet e policisë në vend, duke kërkuar masa të menjëhershme për goditjen e shpërndarjes së drogës dhe mbajtjes së armëve të ftohta në shkolla dhe në perimetrin e tyre të sigurisë. Në dokumentin e siguruar, Hita ngresh qetësimin për disa ngjarje të rënda të regjistruara gjatë vitit shkollor 2024-2025, ku nxënës apo persona të tjerë kanë hyrë në ambiente arsimore me sende të ndaluara, duke shkaktuar incidente që kanë rrezikuar jetën dhe sigurinë e nxënësve, si edhe kanë cenuar zhvillimin normal të procesit mësimor. Sipas telegramit, problematikat kryesore mbeten shpërndarja e lëndëve narkotike pranë shkollave dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta. Kreu i Policisë së Shtetit pranon se një pjesë e këtyre rasteve kanë ardhur edhe si pasojë e reagimit të vonuar dhe punës së dobët të strukturave policore në teren. Në urdhrin drejtuar drejtuesve vendor, kërkohet organizimi i shërbimeve të posaçme policore në çdo institucion arsimor, duke angazhuar agent të policisë kriminale pranë shkollave për monitorimin e situatës dhe identifikimin e shpërndarësve të drogës. Gjithashtu, janë urdhëruar kontrolle të befasishme nga strukturat e narkotikëve, komisariatet dhe forcat operacionale për kapje në flagrancë të personave që futen në shkolla me lëndë narkotike. Telegrami parashikon edhe përdorimin e metodave speciale të hetimit për dokumentimin e aktivitetit kriminal pranë shkollave. Ndërkohë, strukturat e krimit ekonomik, në bashkëpunim me komisariatet, janë ngarkuar të ndalojnë shitjen e produkteve të ndaluara për të miturit nën 18 vjeç. Skënder Hita ka paralajmëruar masa disiplinore ndaj drejtuesve dhe efektivëve që nuk zbatojnë detyrat, duke kërkuar analiza të detajuara për çdo rast problematik dhe nisjen e hetimeve disiplinore kur konstatohen shkelje. Në fund të telegramit, drejtoritë vendore të policisë urdhërohen të raportojnë çdo javë për masat e marra, rezultatet dhe problematikat e hasura në teren.